تذكرت آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vëllezër të nderuar, sot kam zgjedhur një temë që ka të bëjë me një dhikr i cili do të thuhet është prej dhikrave të mëngjesit dhe të mbrëmjes. Pra ky dhikr, siç ka edhe shumë dhikre tjera, edhe ky është ndër to që thuhet, është sunet thuhet të pëlqyeshme çdo mëngjes dhe mbrëmje. Për shkak të kuptimit tim madhështor dhe që pejgamberi ka zgjedhur këtë dhikr për dhikrave tjera dhe që përmbajtjes tij, domethënë që ka të bëjë me çështjen e besimit dhe shumë gjëra tjera, atëherë kemi zgjedh këtë hadith ku pejgamberi thotë që zotëria e istighfarit, për kërkimit faljes së Allahut, thotë është të thuash Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Pejgamberi me kuptimi i këtij dhikri është që o Allah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç teje. Ti më ke krijuar mua e unë jam robi yt. Unë qëndroj në besën që ta kam dhënë dhe i besoj premtimit tënd. Sa të kem mundësi, kërkoj të më mbrosh nga keqja e asaj që kam vepruar. Unë i pranoj begatit e tua mbi mua dhe i pranoj gjunahet e mia. Andaj më fal mua, nga se askush tjetër nuk i fal gjunahet përveç teje. Edhe thot pejgamberi, pas këtij dhikri vazhdon hadithi, thot kush e thot këtë dhikr pra gjatë ditës, pra gjatë një pjesë të ditës, me bindje në të, pra është me bindje e ka me zemër, edhe beson, dhe vdes po atë ditë pa perëndua la dielli, ai do të jetë prej banorëve të xhenetit. E në transmetimin e Tirmidhiut thotë që nëse ai i ndodh, është caktim i ndodh diçka, atëherë këtij do thotë personi i bëhet obligim xheneti. E kush e thot atë gjatë natës, pra gjatë një pjesë të natës, me bindje në të dhe vdes në atë, pra në atë natë, pa arritur alo mëngjesi, ai do të jetë për banorët e xhenetit. Në transmetimin e Tirmidhiut, nëse atij është caktim diçka më ndodh, atëherë atij i bëhet obligim të xheneti. Ky hadith në Sahihun e Buhariut, pastaj domthon transmetohet edhe në libra të tjerë të sunetit me disa ndryshime, siç e përmend tek Tirmidhiu me disa ndryshime të vogla, në tekst tek Muslimi e të tjerë. Dhe fillimisht në fillim të këtij hadithi kemi lavdrim ndaj Allahut dhe pranimin e tauhidit. Në fillim të këtij hadithi, këtij dhikri, në këtë hadith kemi lavdrimin ndaj Allahut dhe pranim të tauhidit. Pastaj pranim të begative të tij, pastaj pranim të shkujdesjes ndaj obligimeve ndaj Allahut, pastaj kthim me pendim tek ai dhe kërkim falje prej tij. Ky dhikr është istighfari më i mirë, nga se pejgamberi po thon se i dul istighfar, ai zotëria i istighfarit, kërkimit faljes së Allahut për mëkatet tona. Pra ky dhikr është istighfari më i mirë. Pra nëse dën me bëj istighfar, me këtë dhikr ke bëu domosdoshmë istighfari më të mirë. Krahasuar me të gjitha istighfaret tjera, kjo për shkak të kuptimit që përmendet do thotë për këtë hadith që është kuptim madhështor. Ky dhikr vëllezër është forma më e mirë dhe më e plotë me cilën njeriu bën kërkim falje tek Allahu. Përmes këtij dhikri. Nëse dhikri fillon me Allahumma anta rabbi. O Allah, ti je Zoti im. Pra, me këto fjalë njeriu po pranon rububien e Allahut. Çka është rububia, tauhidi rububie? Pranon se ai për Allahu është Zot. Është Zoti. Allahumma anta rabbi. O
Allah, ti je Zoti im. Rabb pra është Zot. O Allah, ti je Zoti im. Me këtë ky po pranon tauhidin rububie, që Allahu është Zoti, që është krijuesi, ndihmuesi, e tjera, sunduesi, furnizuesi. Në ky po pranon, po dëshmon që o Allah, ti je Zoti im. Sikur me thënë që ti je krijuesi im, Zoti im, ndihmuesi, sunduesi, e dëshmon këtë. Pra, Ar-Rabb, që përmendet në hadith, Allahumma ente Rabbi, Ar-Rabb është Zoti, zotëria, pra, ai që kujdes për universin, për krijesat e tij me begatitë e tij të dukshme e të padukshme. Ai i cili kujdeset për univers dhe për krijesat e tij. Pra, ai është kujdestari, zotëria, ai i cili sundon, kujdeset për komplet universin dhe krijesat e tij. Dhe nëse po e marrëm kështu, domethënë, nëse Allahu vetëm kish me lënë pas dore, mos kujdesje diçka në këtë univers apo këtë krijesat, ato do të ishin shkatruar, nga se s'ka mundësi asgjë në univers dhe as tek krijesat të qëndroj apo të lëviz apo të ketë sukses pa pa i dhënë Allahu, pa sundimin dhe pa rregullimin e Allahut, pa kujdesin e Allahut. Dhe kjo gjithashtu tregon se vetëm Allahu është ai i cili do thotë sundon, i cili kujdeset në univers të krijesat, vetëm ai i cili e begati, nga se vetëm ai është krijuesi. Si robi i Allahut dhe krijesat e tij, ti po nënshtrohesh ndaj Allahut dhe nuk po tregon mendje mallësi dhe sikur po thua, o Allah, ti je Zoti im, kujdesari im, zotëria im, ai që rregullon çështjet e mia dhe në dorën e të cilit kam lënë ato. Pra, ti me këtë kur thu Allahumma ente Rabbi, këtë rast i mbështetesh Allahut. Tregon që unë s'kam asgjë në dorën time, e tregon dobësinë tënde. Edhe dorëzohesh për Allahut dhe pranon që ai është i cili kujdeset, jep rrezik, furnizon gjitha. Dorëzohesh domethënë, Allahumma ente Rabbi, o Zot, o Allah, ti je Zoti im. Pastaj vazhdon hadithi për dhikri, ky dhikr ku thot la ilaha illa ant. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë apo me merit përveç Allahut. Pra më njëherë tani vjen pranimi i tauhidit uluhie. Tauhidi uluhie çka është? Njësimi i Allahut në adhurim. Që gjitha adhurimet me i bëu sinqerisht vetëm për Allahun. Nga se kundërta e tauhidit është shirku, që ti kur të adhuron Allahun do të më shërtru në të dhëmë edhe dikën tjetër. Me bëu adhurimin për Allahun, po edhe për dikën tjetër. E kjo është, do të thotë la ilaha illa ant, këtu ti dëshmon më njëherë se tauhidin uluhie, se do të thonë nuk ka të adhuruar me të drejtë apo me merit përveç Allahut. Ai, Allahu pra i cili krijon, jep vdekje, rregullon çështjet e krijesave, kujdes për to dhe i furnizon, ai është i vetmi i cili duhet të kthehesh me zemër dhe shpirt me tërë qenien tënde, me gjitha adhurimet të tua. Nga se përdejsa ti po dëshmon që Allahu është Zoti yt, atëherë edhe se s'ka krijues tjetër, ai është krijuesi, sunduesi i gjitha, i universit dhe krijesave, atëherë kjo e detyron që ti të thuash la ilaha illa ant, që nuk ka askush meriton të adhurohet pas teje. Përdesa ai është i vetmi krijues, i vetmi Zot, herë dikush tjetër nuk është i cili do thotë meriton adhurimin. Këtu pra ndërlidhet tauhidi rububiyet, që në cekë më lart që na dëshmojnë se Allahu është Zoti ynë, dhe tauhidi uluhiyet, që ne dëshmojmë se vetëm Allahu meriton adhurimin. Kjo shprehet në Kur'an zakonisht, domethënë. Shprehet domethënë zakonisht kur vjen tauhidi rububiyet, vjen edhe tauhidi uluhiyet. Pastaj vazhdon hadithi, dhikri pra, ku thot, jamsam, khalaqtani wa ana abduk. Ti më ke krijuar dhe unë jam robi yt. Pra, Zoti yt i cili të ka cilin ti adhuron dhe kthehesh vetëm tek ai me vepra të cilat afrojnë tek ai, pra veprat e mira, me këtë po i atribuon rububien Allahut. Dhe po ashtu po deklaron se je në pushtetin e tij. Se ai është i cili të ka kriju, të begaton me të mira, ka dhënë jetë dhe çdo e mirë që posedon është prej tij dhe prandaj i drejtohesh me adhurim vetëm atij. Khalaqtani wa ana abduk.
ti më ke krijuar dhe unë jam robi yt. Unë jam robi yt. Këtu që dëshmon ti, domethënë që ti je krijesë dhe përderisa Allahu është Zoti yt, andaj ti i drejtohesh atij me gjitha kërkesat dhe nevojat tua dhe jo dikujt tjetër. Vazhdon hadithi dhikri pra ku pejgamberi thot wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Unë qëndroj në besën që ta kam dhënë dhe i besoj premtimit tënd sa të mundem. Unë qëndroj në besën që ta kam dhënë dhe i besoj premtimit tënd, atë që ti ke premtuar Allah, sa të mundem. Qëllimi vëllezër me besën e dhënë është deklarimi i njeriu se ai do t'i përmbahet fesë Allahut. Pra me këtë dhikr që e thot muslimani në mëngjes dhe mbrëmje, ai po deklaron se ky person do t'i përmbahet, do thot fesë Allahut. Derisa premtimi i Allahut është shpërblimi në xhenet. Nëse pra ti përmbahesh fesë Allahut, shpërblimi është xheneti. Këtë ka premtuar Allahu. Andaj për atë edhe në dhikr këtu thuhet wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Unë qëndroj në besën që të kam dhënë, se do të jem fetar pra. Dhe besoj premtimit tënd. Unë mundohem me bëj vepra të mira, me shpresu xhenetin. Dhe unë besoj në premtimin tënd, o Zot, që ti ke premtuar se ai i cili adhuron Allahun sinqerisht mundohet, ai do të futet në xhenet, Allahu do ta shpëlojë me xhenet. Andaj unë besoj në premtimin tënd. Mirpo këtu në hadith ndo cekat një kusht. Sa të mundem, thot pejgamberi. Këtë e ka ndalidh me mundësinë sa të mundem. Pse? Pra aq sa është në mundësinë, fuqinë dhe aftësinë e njeriu. Ka sa i s'ka mundësi përsëri, edhe nëse mundohet që me kon i kujdesshëm ndaj fesë, me bëu adhurime, prapë nëse Allahu nuk i jep atij fuqi, mundësi, sukses, ai nuk ka mundësi. Për atë dhe ne e shprehim mangësinë tonë, dhe thot edhe mbështetjen e Allahut dhe thëmë aq sa të mundem. Do thot këtë e ndalidh me mundësinë, pra aq sa të mundem, pra aq sa është mundësinë, fuqinë dhe aftësinë e personit. Me këtë deklaron për veten se është krijesë e dobët. Nuk mund të jetë i përsohur, deklaron se ai nuk mund të adhurojë Allahun siç i shkon madhërisë së tij. Edhe pse njeriu mundohet të jetë fetar, të adhurojë Allahun, të kushtoj kujdes në ato adhurimeve, përsëri me këtë fjalë na ka mësuar pejgamberi në këtë hadith, këtë dhikr që të tregojmë, do thot mangësinë tonë, do thot që për të adhuruar Allahun ashtu siç Allah meriton. Vazhdon hadithi dhikri ku thot pejgamberi a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja asaj që kam vepruar. Do thot mëkatet kanë pasojë të këqija vëllezër. Për tyre është dënimi në këtë botë dhe në tjetrën. Për këtë duhet të bëjmë istighfar, duhet të kërkojmë falje Allahut për mëkatet. Kështu që ne kërkojmë falje, do thot për mëkatet tona, Allahu na fal. Që do thot se mbulimi i gjunave dhe largimi i pasojave të tyre. Do thonë ne kur bëjmë istighfar, ne kërkojmë për Allahut që Allahu më na fal edhe më na mbulu veprat tona të këqija, mos më na shfaq të tjerë. Edhe më na mbulu pasojat, më na fshi pasojat e mëkateve që lojnë. Për të ne bëjmë istighfar, domethënë, tek Allahu. Pra, po të kërkojmë mbrojtje tek Allahu prej këtyre gjërave të ulta, pra, jo të mira, prej mëkateve, edhe prej shfaqjes tyre, edhe prej pasojave tyre. Nëse Allah vëllezër nuk t'i largon pasojat e mëkateve, atëherë do të ulet pozita në këtë botë dhe në ahiret. Subhanallahu, nëse Allahu na ke shfaq do thot neve mëkatet që i bëjmë të krijesat, nuk na kish mbulu ato, ose nuk na kish mbulu, do thot pasojat, ose largu, ose fal pasojat e mëkateve që ato kanë, neve nuk do të na kish rë pozita, do thot tek tjerët. Siç ka thonë njëri prej dietarëve të mëdhej, që njerëz do thot janë dhënë shumë pas tij duke lavdruar dhe duke kërkuar dije prej tij, ka thonë aja ka pa vetën të mangë, kuptohet, pse ka qenë dietar i madh. Ka thonë vallahi, sikur ta dini se kur të mbyllëm shpejt domethënë çfarë personi jam, Zot ma kishte marrë fjalën asnjëri. Kështu që Allah na mbulon të këqija të mëkatet dhe
kjo bën na ruan, domethënë pozitën, autoritetin tek njerëzit, Allahu na fal. Atëherë, nëse Allah s'na kishte mbuluar, do të kishte rënë pozita e neve në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Do të ekspozoheshin dënimet e Allahut. Do të ekspozoheshim në dënimet e Allahut, nëse Allah s'na kishte falë, nuk na kishte mbuluar këto gjuna dhe këto pasoja. Do të hedhet shejtani në qafë me vezveset e cytjet apo armiku jashtë me tij. Nëse Allah nuk na kishte pranu pendimin, nuk na kishte mbuluar mëkatet, nuk na kishte largu pasojat e mëkateve, nuk na kishte lënë pendimin. Pastaj vazhdon hadithi dhikri ku thot Ebu uleke bi ni'metika alayya. Un i pranoj begatit e tua mbi mua. Un i pranoj begatit e tua, o Allah, që mi ka dhënë mua. Pra, i pranoj se janë prej teje, e jo me umburë me të mirë që na ka dhënë Allah. Unë kam punu, unë kam bë, unë kam kry fillon fakulteti, unë kam fillon diplome për shkak mundit tim, ajo kjo. Jo, unë i pranoj begatit e mia, begatit e tua mbi mua. I pranoj se prej teje janë, o Zot. Jo për shkak të meje, jo për shkak krijesave, jo për shkak mundit tim, për shkak që unë kam aftësi, për shkak. Mirë, po prej teje. Nga se edhe që ai mundi, edhe ai sakrificë, edhe ai sukses, edhe ai gjitha aftësi, diturin nuk është prej teje. Nëse nuk kish me pas mundësi ti më arrit, nëse Allah s'të kish me dhënë sukses edhe mundësi. Kështu që gjitha mirësitë janë prej Allahut. Që e përmendet Allahu në Kur'an, që thotë se çdo mirësi, çdo mirë që keni është prej Allahut. Ne pranojmë që të mirat janë prej Allahut. Çdo e mirë që kemi është prej Tij. Kjo bën ti nënshtrosh Allahut dhe të zbutet zemra. E mos ti jesh mendje madh i mburrur që ti ke bërë diçka, ke arrit diçka. Po gjithmonë ta kujtosh se janë prej Allahut. Edhe deklaron se nuk i ke harruar të mirët e Allahut, edhe pse je mëkatar. Të mirët e Tij ndaj teje janë shumëta. Subhanallah, ne edhe pse bëjmë mëkate, Allah vazhdon përsërit na jep mira. Andaj gjithmonë duhet t'i atribuojmë mirësinë, begatinë Allahut, jo vetëve tona. Allah po na jep, po na vazhdon me na dhon të mira edhe pse ne jemi mëkatar. Dhe po pranon personi pra se je i shkujdesur në falënderimin për të. Nga se Allah na ka urdhëruar në Kur'an dhe pejgamberi në Sunet mirësitë e Allahut ti përmendim, për mirësitë e Allahut falenderojmë, t'i atribuojmë dhe të Allahut të mirësi. E kështu që me këta ne, kur themi Ebu uleke bi ni'metika alayya, unë i pranoj begatitë e mia ndaj teje Allah, pra nuk e lëm anësh falënderimin e Allahut. Pastaj vazhdon hadithi thot wa abu bi dhanbi, dhe i pranoj gjunat e mia. Nuk po kërkon shfaqsimin për këto. Nuk nuk arsyetohesh, nuk gjen arsyetim, justifikim, mirë po thu dhe i pranoj gjunat e mia. Unë jam gjunaçar, i pranoj. Edhe po pendohem për këtë. Dhe zë pranimi i gjunave është për shkaqeve të të falë Allah. Kur ti e ndjen që ki bo gjuna, kur ki bo gjuna e ndjen atë dhe e pranon tek Allahu dhe ndihesh fajtor dhe gjunaçar dhe ul veten për shkak të gjunahu para Allahut, kjo është shkak që Allahu të falë. Që ka thonë pejgamberi në një hadith? Pejgamberi ka thonë keqardhja për mëkatin është pendim ose prej pendimit. Kur ti vjen keq për mëkatin, edhe e pranon atë, e din që je gjunaçar, kjo është shkak për faljen e Allahut ndaj teje, edhe kjo është pjesë e pendimit. Pra Allahu don për neve që na me pranu që jemi gabimçar. E jo që të regohemi mendje mdhenj. Fatkeqësia më e madhe dhe është kur njeriu bën gjuna dhe mundohet të gjej arsye për to, të arsyetoj veten. Pra, ti po pranon se Allah të ka nderu e të ka begatu me të mira dhe nuk i harron ato. Dhe njëkohësisht po pranon se je njeri gjunaçar. I dobët, i shkujdesur në falënderimin dhe në kryen e adhurimeve, apo ato nuk i kryen si duhet. Ibn Taymije ka thënë se kur i përjeton ashtu siç duhet dhe i pranon ato, pra pranon se të mirat janë prej Allahut dhe se je njeri gjunaçar. Atëherë do të stabilizohet nënshtrimi yt ndaj Allahut.
Domethënë Ibn Taymija po thotë që ti kur i pranon gjunohet, që je gjunaçar, edhe ato që i bën i pranon, domethënë nuk mundosh të arsyetosh veten, edhe pranon mirësitë e Allahut ndaj teje, kjo ty të bën që ti je stabil në nënshtrimin ndaj Allahut. Nga se çka i ka shtyr vëllezër shumicën e njerëzve që me u dobësu në fe ose me dalë për fesë ose mos me hyn fe, me qenë me ndjem vllai krye lart, duke mos i atribu mirësitë Allahut, duke i atribu vetes, gjithashtu duke mos pranuar gabimet e tyre. Kjo i ka bëu ata me qenë burrë me ndjem vllai dhe me forcu zemrën e tyre që mos me qenë nënshtruar ndaj Allahut. Me këtë vëllezër Ibn Taymija thotë do të arrish gradat më të larta të njohjes së Allahut dhe të besimit. Thotë vetja do të duket diçka e parëndësishme dhe do të tregohesh modest ndaj tij, prandaj Allahut. Të hiqet pa mendimallësia, vetpëlqimi, burrja e tjera. Kur ti pranon veten si gjunaçar, edhe i pranon mirësitë e Allahut ndaj tij. Edhe thotë vazhdon thotë Ibn Taymija, thotë kjo është ubudia e plot ndaj Allahut, që pra nështrimi edhe adhurimi i plot ndaj Allahut, për të qenë rob adhurues i tij. Kërkohet pra që ti pranosh mëkatet e tua dhe të falendrosh ndaj Allahut. Pastaj vazhdon hadithi thotë dhikri waghfir li, andaj më fal mua. Pra mbasi që falendrova Allahun për mirësitë e tij, mbasi që pranova gjunohet e tua, thu andaj më fal mua. Domethënë, pasi deklaron se i pranon të gjitha ato që përmenden, atëherë po kërkon të të falë Allahu, sepse mëshira e tij është shumë e gjerë. Për atë dhe ti kërkon falje për ti e më të mëshiruar më të falë. Ai është vëllezër posëduesi i faljes dhe mëshirës, jo dikush tjetër. Asnjë mëkat nuk është aq i madh saqë nuk mund ta falë ai për Allah. Allahu i fal gjitha mëkatet, nëse ti je në këtë dunjë dhe pendohesh. Mirë po, ai fal shumë dhe është mëshirues. Prandaj njeriu kërkohet prej tij të hedh hapin e drejt Allahut pra të pendohet. Vazhdon hadithi, thot pejgamberi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nga se askush tjetër nuk i fal gjunohet përveç teje. Po i kërkon pra falje Allahut nga se beson me bindje se askush tjetër nuk i fal gjunohet përveç tij. Prandaj ne edhe i drejtohemi Allahut, nuk i drejtohemi dikujt tjetër, sikur të adhurojmë, sikur të pranojmë mirësitë që janë prej tij, sikur të bëjmë gjëra kthehemi tek ai, sikur kemi një nevojë kthehemi tek ai, sikur kemi një vështirësi kthehemi tek ai, sikur kemi dikush do thotë një padrejsi nëse na bën të kthehemi tek ai. Nga se askush s'ka mundësi të ndihmoj, të largon një dëm, të sjell do thotë mirësi, begatoj, truj pe të këqijave, askush përveç Allahut. Edhe nëse këto janë mundësinë e krijesave ndonjëherë, që ato kanë mundësi me të ndihmu diçka, prap mbështetja është tek Allahu, nga se nëse Allah nuk jep sukses njerëzve, krijesave që më të ndihmu ty me ato që ata kanë mundësi, ata s'kan mundësi me bë asgjë pa ndihmën e Allahut. Andaj gjithë kthimi jon është tek Allahu. Dhe këtë që e përmendëm, këtë dhikr, kush e thot gjatë ditës, kush e thot gjatë natës, hadithi që e përmendëm pejgamberi, thot kush e thot gjatë ditës, kush e thot gjatë natës, pra, si dhikr mëngjesit dhe mbrëmjes, është më mirë të thuhet në fillim të ditës dhe në fillim të natës. Një po më mirë është që prej sabahut, për shkak që me sa më herët në me fut, do të thonë këto lutje, këto mirësi. Më mirë thotë është thuhet brenda ditës në natës kur të duash, apo kur të kërkosh falje, kërkon në këtë mënyrë, do thotë çështja në hadith. Nga se njeriu nuk e din se kur mund të befasoj vdekja. Se din njeriu kur mundet me vdekja, atëherë e thotë këtë, do thotë kur të jepet mundësia sa më herët dhe sa më shpejt. Nuk ka të keq nëse përsëritet më shumë se sa një herë. Kush e thot këtë dhikr, kjo është shenjë se Allahu i ka dhënë sukses atij. Ka se Allah po ti tregon disa mirësi të mëdha në këto dhikra që pejgamberi na ka treguar. Nëse ti kushton rëndësi atëherë, kjo të tregon se Allah po ta dën të mirën ty edhe po të jep sukses. Kur ai për Allah jep sukses drejt një dhikri dhe e thua ato gjithmonë mundohesh, atëherë kjo është prej shenjave të vendimit të mirë me lejen e Allahut. Nga se nëse dikush është i vazhdueshëm këtë dhikr, këtë vepër të mirë, edhe i vjen vdekja inshallah me këtë dhikr, me këtë vepër të mirë,
atëherë kjo është një shenjë mirë, një përfundim i një personit, nga se po vdes me një vepër të mirë. Kur ti e hap dhe mbyll ditën me këtë istighfar madhështor, me kuptimet të larta të saj, siç përmendet në shërime, atëherë padyshim se do të vijë shpërblimi i Allahut. Atëherë vëllezër, këshilloj veten dhe juve që ti kushtojmë rëndësi këtij dhikri, që pejgamberi thashë se zotëria e istighfarit, që kjo tregon domethënë rëndësi të madhe për këtë dhikr, i cili është për istighfarëve më të mira, e cila është tam pjesë e dhikrit mëngjesit dhe mbrëmjes. Andaj këshilloj veten dhe juve që ti kushtojmë rëndësi që vazhdimisht mos ta lejmë këtë dhikr, nëse s'kemi mundësi, domethënë gjitha dhikrat e mëngjesit dhe mbrëmjes, s'paku ato të cilat kemi mundësi e veçanërisht këtë dhikr. Allahu i shpërbleft, Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.